Mbledhja e jashtëzakonshme e Këshillit të Lartë të Drejtësisë për të autorizuar prokurorinë që të vijojë hetimet kundër gjyqtares së arrestuar në flagrancë para shefi Ademi është zhvilluar jashtë afatit të 24 orëve, që i përcakton ligji për organizimin e KLD-s. Ky ishte edhe qëndrimi i njërit prej anëtarëve të KLD-s Sokol Çomo, i cili ka replikuar për të gjetur arsyet se pse mbledhja e anëtarëve duhet të bëhej jashtë afateve. Por ndërsa presidenti Bujar Nishani në rolin e kreut të KLD-s ishte me një vizitë pune në Gjermani, duke sjellë edhe shqyrtimi në limitet e mundshme të kërkesës së prokurorisë, pritet që do të jetë gjykata e krimeve të rënda të thotë fjalën e saj nëse ky autorizim është i vlefshëm apo jo. Të dielën gjykata e krimeve të rënda do të shfletojë dosjen kundër gjyqtares Ademi, si dhe kërkesën e prokurorisë që do të kërkojë arrest me burg për çështje korrupsioni. Ajo që do të mbetet pezull deri të dielën është nëse do ta konsiderojë apo jo gjykata e krimeve të rënda të vlefshëm këtë autorizim, që siç pretendon antari i KLD-s është në tekalim të afatit ligjor. Burimet pohuan se kreu i KLD-s Bujar Nishani ka replikuar me antarin e KLD-s Çomo, duke e kundërshtuar qëndrimin e tij me argumentin se mbi nenin 21 qëndron kushtetuta, e cila flet për arrestimin në flagrancë. Kjo përplasje në KLD në fakt po ndodh prej muajsh, qysh kur ministri i drejtësisë Nasip Naço i bëri apel presidentit që të plotësoj vendin vakant të ish-zëvendës kryetarit Elvis Çefa, i shkarkuar së bashku me ish-antarin Lulzim Lelçaj, që aktualisht për këtë histori ndjekin një proces gjyqësor në administrative. Por a mund të vijohet me një këshill të lartë të drejtësisë pa zëvendës kryetar në të? Si mendoni ju, a ka ardhur koha të zgjidhet zëvendës kryetari i KLD? Për antarin e KLD-s Artan Broci, Këshilli i Lartë i Drejtësisë duhet ta ketë zëvendës kryetarin që kishte, pra zotin Elvis Çefa, pasi për të kjo çështje është prekur në kushtetuese. Rikthimi i atij vendimi dhe zbatimi i atij vendimi besoj se rikthen në normalitetin në Këshillin e Lartë të Drejtësisë për zëvendës kryetarin. Automatikisht besoj është ndorheqjen e gjithë secilit apo në moralin e gjithë secilit që e çon veten antikushtetues në këtë këshill. Faleminderit. Mund ta thoni pak më qartë? Besoj se është i qartë vendimi i gjykatës kushtetuese. Besoj se më i qartë se gjykata kushtetuese vendimi. Të kthehet zëvendës kryetari i fitueshëm. Për sa kohë që gjykata kushtetuese është fuqizon si antikushtetues në 4 të shkarkimit të zëvendës kryetarit dhe të antarit të KLD-s, besoj se s'ka nevojë për koment. Situata në KLD si është tani? Mund ta quajnë më shumë ngërç? Jo, s'ka asnjë ngërç. Kompetencat i ushtron kreu i KLD-s? S'ka asnjë ngërç, për sa kohë kushtetuta jep drejtën atij me drejtu. Është drejta presidentit për drejtu. A ka ardhur koha të kemi një zëvendës kryetar në KLD, zoti Broci? Ka qenë koha për të pas një zëvendës kryetar, i cili ka qenë kushtetues, është shkarkuar në mënyrë kushtetuese, zbatohet vendimi i gjykatës kushtetuese. Në raportin analizues për sistemin e drejtësisë të botuar nga Komisioni i Posaçëm Parlamentar, mungesa e zëvendës kryetarit dhe ushtrimi i kompetencave të tij nga kryetari është shqyrtuar si një nga problemet më akute të gjyqësorit.